Në heshtjen e një nate Ramazani, kraja zhndërrohet në një oazë spiritualiteti. Heshtjen e ditës do ta thyen kjo bukuri e xhamatit të rreshtuar e të bashkuar sop më sop. Çdo përkulje e sejdën në këtë dhjetëqe të Ramazanit ngrihet në qej si aromë mirësie. Në këto ditë ku edhe dimensioni i hapësirës është më i mbushur me numrin e engjëjve. Njësoj do të veprojnë edhe banorët e krajës, të cilët e mbushën xhamin gjatë kohës së namazit të teravive. Banorët e fshatit Ostros janë shumë të kënaqur që kanë mundësinë të falen së bashku në xhami. Ani pse numri i banorëve nuk është i njëjtë sikur më parë, ata vazhdojnë të përjetojnë me kënaqësi. Mirë, bukur, po pak numri i vogël i banorëve vrehet edhe në ditët e Ramazanit, edhe në netët e teravive të gjitha drejtimit. Si po e përmbyll këtë Ramazan, jemi përfundim me sipër? Po mirë, si çdo herë, me lutje, ibadete, agjerime, namaze, gjëra të tilla, ja diçka më të veçantë. Një teravi për të majtë mend, sonte kishim mysafir nga Kosova, Zoti inshallah gjithëve na i fal gabimin këtë muaj të madhërisëm. U lutem u bashkum zemrat një, siç edhe meriton muaji i shenjtë i Ramazanit. Faleminderit për mirësinë e imamëve, shumë bukur. Atmosfera e Ramazanit shumë e kraj, mirë, si po pyet. Shumë e mirë, është aktive, por edhe më mirë punët me këtë. Çish po përmbyll këtë Ramazan? Çish po përmbyll këtë Ramazan? Mirë, alhamdulillah. Ka i qetë, i mirë, koha, gjitha, pa vështirësi. Alhamdulillah, inshallah për çdo vit mirë më mirë. Pa mirë, alhamdulillah për Allah, mirë. Këtë vit Ramazan jemi përfundim me sipër. Si e përjetove këtë Ramazan? Shumë mirë, si moshën që jena, shumë mirë. E për më të vjetrat e vendit, të cilat po e falin namazin e teravis, ky sotmi është e prej më të mirëve dhe ndjehen shumë falenderuese për vizitën. A na tregon çu shkalove sot në namazin e teravis? Mirë, shumë bukur e kalume, më bukur se asnjë natë sante, pak më me kallabllek, me safira, me gjithë të mirat. Me që agjeron që shë vogële, në bëni krahasim atëherë dhe tash, që është ka Ramazani dhe që është? Tash është edhe ma mirë është tash, se në kohë teme, nuk ka kënë fartë, nuk ishte... Pse, qka është ma mirë tash? Tash është ma mirë se pak ma shumë, gjithë ma pak kena metë, po ma shumë e preferojnë edhe të rritë, edhe të moqmit, edhe kushmuje. A na tregon pak edhe në lidhje me ushqimet, çka përgatitni zakonisht në për iftare, çka në për qefyre? Për iftar, na përgatisim pasullin e kena, pite, krapin e pjekim, kështu, tepsia, që i kena liqet Shkodrës, samunat, i gatisim, i bojmë pachamol për syfër, petla me kasë, ose gjithë shka, vesh një ta që janë ma shumë i... Sëra shumë e mirë, valla. Ramazan, ma i ka lajtë, se i këtë s'di se kena një nua, shumë mirë. Jemi në përfundim e sipër, që keni kalu këtë vit? Përfundim e sipër, munojmë pak me ba namaz, sa mujmë, sa din, Zoti i shola. Mishtë. Ma herët, kur ke qenë e reja, ke agjeru? Na kena e gjeru e gjithë. Se shpia jonë, të baba, kon kënë ashtu fetar. Fetar tonë shqyqyrë, po... Pak atë herë në atë kohë nërysh, dikush ka kena ashtu, dikush ashtu. Ndërkohë, Ramazanin po e përjetojnë këndshëm edhe më të rejat. Ato kalojnë aq mirë, sa që nuk mund të i përshkruajnë ndjenjat. A na tregon çu shkalove sot për namazin e teravis? Shumë bukur ishte një ndjesi krejt ndryshe edhe kur ishim, domethënë kur jemi mbledhur të gjithë së bashku, është një ndjesi shumë e mirë. Po përgjithësi atmosfera e Ramazanit kraj, çu do këtë vit? Shumë, disi është një ndjesi krejt ndryshe. Jemi të gjithë më të afruar me njëri tjetrin, jemi më të lidhur edhe me Zotin, me krijuesin ton. Është një ndjesi shumë e mirë. Që sa vjet agjeron? Që në klasë të tretë. Domethënë jo krejt që në fillim, ama mësaj na kam filluar edhe. Çu përjeton Ramazanin ti personalisht? Shumë, domethënë është një ndjenjë që nuk ka përshkrim, është një ndjesi shumë e mirë. Kur e mendoj domethënë që jemi në këtë ditë kaq të shenjta dhe tani jemi në 10 ditën e fundit, kështu që shpresoj që të gjithë të kenë një kohë më të mirë, domethënë ta shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë edhe Ramazanin edhe këtë ditë që kanë mbetur. A është e mundimshme për ty ndoshta me agjerim gjatë ditës, me bofat gjatë natës, ndërkohë që je edhe në studime? Jo, nuk është aq e vështirë, domethënë nëse ti dëshiron edhe nëse ti e bën domethënë niyet në lidhje me Zotin, nuk është e vështirë. Shkon në shkollë, vjen në shtëpi, pastaj gjen kohë për të gjitha për teravi, për të gjitha po të duash. Në këtë ambient nuk mungojnë as fëmijët. Hasneta 10 vjeçare shprehet e lumtur që ka qëndruar deri në fund të këtij namazi.
Asneta, na tregon sa vjet iki? I kam 10. Qysh kalove sot në teravi? Shumë bukur. A je knaq? Po. A ke përtu më arë sot kene të gatë? Jo. Që sa vjen më falë këto? Ha? Që sa vjen më falë këto? Nuk folem zakonisht këtu, shkoj në vendlindje. Po Ramazani qështu ka duket? Shumë mirë. Ndërkohë, dikush tjetër po përkujdeset për tërë xhamatin e kësaj treve. Hafuz Sulejman Bugari, këshilltari i reisit, ka vizituar të gjithë xhamatin në këtë trevë. Ai tregon se si u përjetua ky Ramazan. Këtu në kraj edhe në përgjithësi në Malin e Zi, e kena zakon dhe adet, e çdo Ramazan që unë si këshilltari i reisit për çështjet e davetit, e vizitoj këtë xhamatet, edhe xhamatet bosnjak edhe shqiptar, të ligjeru, të shoqëru me agjeruesit, edhe i shpërndajmë ndjenjat të Ramazanit dhe i falenderojmë Allahu xhaleshanu për begatit të papërshkrueshme që i kena. Ky muaj, shpirtet e agjeruesit janë të çliruar për të gjitha mëkateve, janë të lirë, edhe mesazhin duhet me marrë, le të jenë shpirtat tonet të çliruara edhe mas Ramazanit, gjithmonë me pushum me shpirt. Ajo vetëm më konë gjatë Ramazanit i pushum, e mas Ramazanit vazhdojmë zakonin e vjetër. Dhe thotë, mesazhin duhet ta marrim, ky Ramazani, ky ibadeti është një prej ibadeteve të zemrës. Duhet mirë ta kqirim çka dojmë me zemër. A jena ty dashme me zvetit? Pse jena ty bo veprat mira? A jena ty për kënaqësinë Zotin? Ose për diçka tjetër?